Pasuria është sukses, nuk ka dyshim. Pasuria është një nga sukseset që njeriu e arrit në jetën e kësaj bote. Është sukses dhe Islami nuk e mohon si sukses. Nuk e nxit kundërtën e saj. Pra Islami nuk nxit në varfëri, përkundrazi e qorton atë. Islami nxit në po themi në pasuri, në pasurim. Islami nxit në punë. Islami nxit njerëzit që të jenë të suksesshëm. Islami nxit njerëzit që të jenë po themi ajo shtresa e cila jep. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam na tregon se yedul ulya khairu min al-yadi sufla. Dora e cila jep është më e mirë se sa dora e cila merr. E sigurisht se njëri, domthonë kjo në një formë ose në tjetrën është nxitje që njeriu të posedoj, e pastaj edhe të jap. E pastaj domethënë ajo rregulli i madh fetar ku madje Allahu xhaleshanu sapo na e sjell argumentin ose obligueshmërinë, rregullin e obligueshmërisë për namazin e xhumas dhe detyrën që njerëzit të përgjigjen ezanit, idha nudi ila salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah. Kur thirret ezanin në ditën e xhumait, shpejtoni që të përgjigjeni përmendjes Allahu xhaleshanuhu, kujtimit Allahu xhaleshanu, namazet në xhami. Po pastaj çka thot? Në momentin e parë që e kryeni fantashiru fil ard, shpërndahuni në tokë edhe kërkoni të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Pra kërkoni të mirat e Zotit, pra punoni. E pastaj edhe argumentet e mësimit, argumentet e nxitjes për ndihmë ndaj tjetrit, e kështu me radhë, të gjitha këto quhen ka ajo që Islami kërkon nga njerëzit që ata të jenë të suksesshëm. Mirë po, Islami në radhë të parë, suksesin real, suksesin kryesor, suksesin më të madh që Islami e llogarit se dikush e ka marrë në jetën e kësaj bote është fillimisht ta di qëllimin e krijimit. Ta di pse është këtu. Pra pse jeton këtë botë. Ajo është njohja e Zotit, madhërimi i tij, nënshtrimi ndaj tij. Pastaj të jetuarit në bazë të asaj që ky Zot ka kërkuar. Sepse vllai Sali, po e kupton njeriu të ketë se suksesin më të madh për cilin Allahu na ka kriju. Pastaj çdo sukses tjetër është i menaxhueshëm, është i kontrollueshëm, është i dobishëm, sepse të gjitha do të vënë në shërbim të parës. Por mungesa e qëllimit të krijimit. E pastaj edhe suksesin e pasurisë, pastaj që Islami e ka nxit në aspektin e përgjithshëm, njerëzit do ta përdorin edhe do ta përdorin për më shumë për dëm sesa për dobi. Më shumë për hapjen e të këqijave sesa për hapjen e të mirave e kështu me radhë, sepse mungon ajo esenciala, burimorja, bazike që është suksesi më i madh që arrin dikush që është njohja e qëllimit të krijimit. Pra në momentin e parë që njeriu e njeh qëllimin e krijimit, pra që është njohja dhe madhrimi i Zotit dhe të jetuarit që është dhënë Zoti fuqiplot, atëherë çdo sukses tjetër llogaritet i lavdruar, i nxitur edhe i promovuar nga feja, sepse këtu pastaj e kupton njeriu edhe vlerën e pasurisë, edhe pse duhet pasuria, edhe pse duhet me punu, edhe pse duhet me lodh, edhe pse duhet me grumbullu, edhe pse duhet me pas e kështu me radhë.